Janë pikturat ato që zën vend në qendër, shpërfaqen trupa njerëzor në gjendje të ndryshme, e trupi është edhe fokusi i ekspozitës, ose nëpërmjet trupit shprehen pikpamje e ngrihen pyetje. Trupat e Renea Begollit në ekspozitën gjatë gjithë kësaj kohe bëhemi janë në bërje e sipër. Bërja e tyre nuk është veç konstrukti fizik, reflektojnë ambientin përreth. Bashkëveprojnë dhe bëhen bashkë me ambientin. E hapësira përreth s'është veç gjeografi, është një ekosistem që bashkëvepron me trupin dhe lë vragat e kohës. Është edhe konstrukt shoqëror e edhe sistem i patriarkatit që synon kontrollimin e trupit të tjetrit. Renea Begolli në ekspozitën e saj personale në ambientet e fondacionit Hajde në hotelin Grand në Prishtinë bashkon përjetime, reflektime e mbi të gjitha ngre pyetje. Është e bindur se njohja e mirë e trupit e bën njeriun ta njohë më mirë botën. Gjuha artistike e Begollit në ekspozitën e saj të tretë personale është goxha direkte. Ndërlidhja midis veprave është e madhe përderisa pyetjet që ngrihen janë të shumta. S'ka forma përfundimtare të instalacioneve të saj. Vazhdimisht duket në zhvillim. Është një far cikli jetësor që s'ndalet, madje as pas vdekjes. Një pasion i një të afër me jetës saj që s'jeton më është në ekspozit. Janë fotografitë që zën vend në disa çokolata të vogla, prodhem kroat. Vijnë si mozaik që shpërfaqin imazhe të natyrës, kafshëve e çka jo tjetër. Artistja Begolli ka thënë se veprat e saj në këtë ekspozit janë rrjedhojë e procesit të punës. Janë një eksplorim jam i majt thellë i punës prej çka ko bo ma herët. Puna jam thët përgja shumë ka të bëjë me trupin edhe lidhjen e saj me aspekte ndryshme, si me natyrë, si me kujtime, si me mënyrën që është në ndim, edhe jo në vepra shumica shumë personale që nisën prej vetës, edhe ma tutje mundona për me saj me kalu në përpytje të ndryshme. Edhe kështu që procesi është konstant të ndërtu, po kjo është një pikë ku një farë konkludimi me thonë jo, po një pjesë ku unë ma thellësisht ja kom fillu me bo pyetje vandaja për jetën edhe për mënyrën që qenjet janë të lidhuna. Sipas saj, kujdesi për veten edhe për të tjerët është shumë i rëndësishëm. Kontrolli ndaj natyrës për mu ka qenë diçka që e ka bazën shumë në sistemin patriarkal edhe gjinor, për që ato për mu ka qenë një farë lidhje e studimit gjinor dhe studimit të natyrës si një ndërlidhje e këtyne dy aspekteve të nevojës për me kontrollu diçka që është ndryshe prej teje. Ideja e ekspozitës janë rrëfimet e vogla të cilat krijojnë një ndërthurje mes vete e që shpërfaqin kompleksitetin e kohës moderne. Kuratorja Anyla Kabashi ka thënë se çdo dhomë ka një tregim të vetën. Ka tregimet ndryshme prej qysh na transformohemi deri te vdekja, deri te qysh përballemi me vdekjen, deri te qysh jetojmë me çdo transformime të ndryshme. Një ide tjetër që tonë kohën kena folin me Renin për të ka qenë qysh me jetu me që të lëvin që e kena bu në botë. Tonë kohëna folin për ngrohjen globale, folin për bërlëg, folin për këtë probleme që i kena, e na kena dasht me dhoni me tregu qysh me vazhdu me jetu me krejt qëta që e kena marru, qëta që e kena bo, mos me pas nevojt tonë kohën me produ diçka të rejtë. Gjatë gjithë kohës, Bëhem fut publikun në ambiente ku provokohen dhe të bëmat e tyre. Artistja Begolli në formë filozofike tregon se askush nuk bëhet vetëm, por është produkt i rrethit. Ndikimin që ka bota përreth në bërjen e një trupi dhe anasjelltas është fokusi i saj. Eksploron mundësinë e krijimit të lidhjeve midis njeriut dhe kohës e kushteve në të cilat qenia jeton. Veprat e saj janë krejt akte të vogla e vijnë si rezultat i njëra tjetrës. S'funksionojnë ndryshe, siç s'funksionon njeriu pa krejt çfarë ka përreth.